Gjatë muajit mars 2026, Policia e Shtetit ka zhvilluar 96 operacione policore, përfshirë 21 operacione për kapjen dhe ekstradimin e personave në kërkim ndërkombëtar. Në total, janë arrestuar 527 shtetas për vepra të ndryshme penale. Gjatë këtyre operacioneve janë sekuestruar armë zjarri, municione, lëndë plasëse dhe janë goditur 3 grupe kriminale të përfshira në trafik armësh. Në luftën kundër narkotikëve, Policia ka sekuestruar mbi 50 kg kanabis, si dhe doza të konsiderueshme kokaine dhe heroine, ndërsa janë zbuluar dhe asgjësuar ambiente të kultivimit të drogës në disa qytete të vendit. Po ashtu, janë sekuestruar rreth 1.2 milion euro pasuri me burim të dyshimt, automjete të trafikuara dhe pajisje të përdorura për aktivitete kriminale. Janë zbardhur 18 ngjarje kriminale dhe janë parandaluar 17 të tjera. Në fushën ekonomike, janë goditur 10 raste të paligjshmërisë, përfshirë kontraband, falsifikim dhe mashtrim, ndërsa janë zhvilluar operacione edhe kundër emigracionit të paligjshëm dhe prostitucionit. Policia rrugore ka arrestuar 197 drejtues mjetësh, kryesisht për drejtim në gjendje të dehur ose pa leje drejtimi, dhe ka vendosur mbi 93.000 masa administrative për shkelje të kodit rrugor. Ndërkohë, Policia Kufitare ka evidentuar 10 raste të kalimeve të paligjshme, përdorimit të dokumenteve false dhe aktiviteteve kriminale në kufi.